Kur kjo grua hyri në linjën lokale të metros nga puna për në shtëpi, ajo nuk kishte asnjë ide se jeta e saj do të ndryshonte përgjithmonë. Ishte thjesht një udhëtim i zakonshëm nga pika A në pikën B. Por, ky udhëtim i zakonshëm shumë shpejt do të shndrohej në një makth të vërtetë, e gjitha për shkak të një buri në tren, i cili nuk pushonte së ngulur i syt mbi të. Fillimisht, ajo mendoi se ishte thjesht një vështrim i çuditshëm, por ajo që zbuloi më vonë e bëri të shpërthente në lot. Pse ai burr po e ndiqte? Kush ishte ai në të vërtetë dhe çfarë kërkonte prej saj? Përgjigjja e këtyre pyetjeve do t'i trondiste themelet e asaj që mendonte për botën dhe për veten. Ishte një ditë krejt e zakonshme për 38 vjeçaren Beki. Ajo kishte përfunduar turnin e saj në punë dhe hyri në stacionin e metros. Platforma ku automjetet e transportit